Në shtator të vitit 2024, pas vrasjes së Egli Progos në qendër të Pogradecit nga nipi i Valter Gorës, kryeministri Edi Rama u përpoq të mbyllte çdo lidhje politike mes autorit të krimit dhe strukturave të Partisë Socialiste. Në një deklaratë publike Rama tha: "Është një përrall që autori i vrasjes ka mburojë politike. PS nuk mbron as ministrat, jo më daje në një kriminali. Valter Gora është një person i dënuar për abuzime dhe prej kohësh nuk ka asnjë lidhje me PS-n apo pushtetin." Por dokumentet zyrtare dhe të dhënat e fundit të buletinit të prokurimeve publike e rrëzojnë plotësisht këtë deklaratë. Në realitet, Valter Gora jo vetëm që është drejtues aktiv i PS-s në Pogradec, por edhe përfitues i drejt për drejt i fondeve publike nga Bashkia Socialiste e drejtuar nga Ilir Xhakolli. Në buletinin e datës 10 nëntor 2025, ndërmarrja e mirëmbajtjes dhe infrastrukturës në varësitë Bashkisë Pogradec shpalli tenderin për blerjen e karburantit dhe gazit të lëngshëm për ngrohje me fond limit 147 milion lek me TVSH. Tenderi është ndarë në 2 lote dhe i është dhënë kompanisë Gora 2004 SHPK në pronësi të vet Valter Gorës, dajës autorit të vrasjes së Egli Progos. Në procedurë nuk pati asnjë garë, kompania e Gorës ishte pjesëmarrësi vetëm dhe fitoi me kontratë 100% të fondit limit. Ky nuk është rasti i parë. Sipas të dhënave të mbledhura nga pamfleti, Valter Gora ka fituar 39 tender publik nga Bashkia e Pogradecit në periudhën 2019-2025 me vlerë totale 1.8 milion euro, të gjitha pa konkurrencë dhe të favorizuara politikisht. Në mënyrë ironike, i njëjti person që Rama e quajti të larguar nga PS-ja rezulton të jetë drejtues organizate socialiste në një nga njësitë territoriale të Bashkisë Pogradec. I emëruar si koordinator i fushatës në zgjedhjet lokale të vitit 2023. Kush është Valter Gora? Valter Gora ka qenë 2 herë drejtori i institucioneve shtetërore, në postën shqiptare Korç dhe në ujësjellsin e Pogradecit, nga ku është arrestuar dhe e dënuar për shpërdorim detyre dhe vjedhje fondesh publike. Megjithatë, pas dënimit ai është rikthyer në skenën politike lokale si mbështetës dhe drejtues i PS-s në Pogradec, duke përdorur ndikimin për të siguruar kontrata nga bashkia. Burime nga brenda administratës vendore konfirmojnë se Gora është mik i kryetarit të bashkisë Ilir Xhakolli, që i ka dhënë pothuajse çdo tender të mundshëm të lidhur me karburant, mirëmbajtje automjetësh dhe infrastrukturë. Nëse zbatohen rregullat e ligjit të prokurimeve publike, persona të dënuar për korrupsion apo vjedhje nuk mund të marrin pjesë në tender shtetëror. Por në Pogradec ligji nuk ekziston, drejtuesit e dënuar shpërblehen ndërsa kryeministri që i mbron pretendon se nuk ka lidhje me ta.